Ndetje, ne jemi në zonën së gjimnazit Shefqit Guzi në qytetin e Gramshit, praktikisht jemi njohur me rregulloren e maturës shtetërore dhe se si funksionon gjithë procesi i provimeve të maturës shtetërore. Unë personalisht jam një nxënëse ekselente e këtij gjimnazi dhe synoj që të vazhdoj studimet e larta në Universitetin Politeknik. Ka filluar përgatitja nga ju? Po, patjetër që ka filluar, ne së bashku me mësuesit e lëndës jemi marrë gjatë kohës të lirë të orëve duke bërë disa pyetje ose teza të maturës shtetërore. Jeni njohur me kriteret e maturës shtetërore? Po, unë jam njohur me kriteret e maturës shtetërore dhe kemi filluar me përgatitjet për provimet dhe gjithashtu. Çfarë synon të vazhdosh mbas mbarimit të maturës? Mbas mbarimit të maturës synoj të vazhdoj fakultetin e mjedisit. Për këtë vit shkollor kemi rreth 154 maturant. Kemi filluar me proceset e rregullores së maturës shtetërore, janë njohur me rregulloren, janë njohur me datat e provimeve, është ngritur komisioni shkollor i maturës dhe të gjithë mësuesit si për provimet e detyruara dhe me zgjedhje, po vazhdojnë me programet e këtyre lëndëve. Sa për nxënësat maturant pretendojnë që të vazhdojnë arsimin e lartë? Duke parë edhe maturantët e viteve të kaluara, rreth 70% e maturantëve, domethënë, ndjekin universitetin.